fel në zorat e ftohta, prej gurit të kështjeles mbretërore, atje ku dielli ngroth nuk shikonte kurrë, fshihej një botë e padukshme dhe e zhurmshme e minjve. Jeta këtu, me spluhurit dhe rjetave të merimangave, i bindjej vetëm një ligjit të egër, ligjit të frikës së përjetshme dhe paralizuese. Hijet e shkathëta gri rrëshqisnin pa zhurmë përgjatë plintave të lagështa, duke u dridhur nga frika nga çdo zhurmë e vogël, sepse i vetmi kuptimi i ekzistencës së tyre të trishtuar ishte vetëm arratisja e përjetshme dhe kërkimi i pafund i thërimeve të mjera në errësirë. Pikrisht në këtë errësirë të pashpresë lindi Despero Till, i fundit në pjell dhe i vetmi mjush i mbijetuar. Ai dukej si një gabim i bezdishëm i natyrës, në mënyrë absurde i vogël, i dobët në mënyrë të sëmurë, i kurorëzuar me veshë të mëdhenj, plotësisht disproporcional me trupin e tij. Por çudia e tij kryesore i trembte më shumë të afërmit e tij. Në një botë ku virtyti më i lartë konsiderohej aftësia për t'u fshehur në errësirë, ai lindi me sytë e hapur gjerësisht, të cilët nga sekonda e parë filluan të kërkonin dritën. Koha kalonte, mjushi i çuditshëm më rritej dhe ndryshimi i tij i frikshëm shfaqej gjithnjë më qartë dhe më i ndritshëm. Ndërsa vëlezërit dhe motrat e shumt mësonin me zel artin e fshehtësisë dhe vjedhjes, instinktet e lashta të mjut të Desperos heshtnin. Në vend që të ikte në një tmerr paniku nga rrezja e dritës që depërtonte nëpër një të qarë në dyshemen e kështjelës, ai ngrinte duke e shikuar atë i magjepsur, si të ishte mrekullia më e madhe. Veshët e tij të mdhenj kapnin me lakmi jo hapat e fshehtë të maceve, por tingujt e mrekullueshëm të muzikës së bukur që vinin nga bota njerëzore. Atje ku minjtë e tjerë shihnin vetëm kërcënimin e zbulimit, ai dëgjonte një simfoni, dhe një rrezë dielli në dyshemen me pluhur ishte më e rëndësishme për të se korja më e ëmbël e djathit. Prindrit dhe këshilli i minjve vëzhgonin me dyshim dhe frikë në rritje këtë çmenduri sublime. Tërheqja e parezistueshme ndaj së bukurës e çoi Desperon në vendin më të shenjtë, bibliotekën mbretërore. Vëllai pragmatik Furlow e soli atje me një qëllim të qartë, t'i mësonte zanatin kryesor të minjve, të brej letrën pa mëshirë. Por i gjendur përballë një libri të hapur, Despero ngriu. Në vend që thjesht të ngulte dhëmbët e tij të mpreth në faqet e freskëta, ai nguli syt i magjepsur te shenjat e zeza. Papritur, këto linja të ndërlikuara morën një kuptim të qartë. Mjushi filloi të lexonte. Ai gëltiste me lakmi, legjendat e lashta për kalorësit, fisnik me mburoje të shkëlqyera, për zonjat e bukura dhe dragojt që nxirrnin zjarr. Ai duhet i shkatëronte fjalët duke i kthyer ato në pluhur, por në vend të kësaj, fjalët depërtuan tek ai, duke ndërtuar në zemrën e tij të vogël një kështjel madhështore, fisnikërie dhe guximi. Në gjoksin e tij u ndezën ideale të mëdha, krejtësisht të huaja për racën e minjve, ndeli, vetflijimi dhe dashuria. Despero vendosi me vendosmëri. Në shpirt, ai është një kalorës i vërtet. Së shpejti, ëndrat e librave të Desperos u bënë realitet. Një ditë, i udhëhequr nga tingujt e një muzike të butë dhe pikëlluese, mjushi u fut fshehurazi në dhomat mbretërore. Atje, në shkëlqimin e artë të qirinjve, mbreti po i binte lahutës për vajzën e tij, prinçeshën Bizele. I magjepsur nga kjo melodi magjike dhe bukuria verbuese e vajzës, Despero harroi plotësisht kujdesin e minjve dhe ligjin kryesor të palkundu të llojit të tij, të mos u shfaqet kurrë njerëzve.
A i doli nga hija shpëtimtare e Plintit në dritën vdekjeprurëse të dhomave mbretërore, jo sepse ishte i pamend, por sepse zemra e tij e kalorësit nuk mund t'i rezistonte bukurisë së një zonje të bukur. Ai u afrua pa frikë te këmbët e saj. Bizelja e vuri re, por nuk bërtiti nga frika. Duke parë një krijesë të vogël me veshë të mëdhenj dhe sy të trishtuar e të zgjuar, ajo i foli me ëmbëlsi. Dhe Despero, si një heroi vërtet nga legjendat e lecuara, ju përgjigj me një përkulje elegante, duke u dashuruar me prinqeshën për gjithmonë. Por bukuria e brishte këtij momenti magjik u shkel pa mëshirë. Nga hija e sigurt e Plintit, vëllai i tij Furlow po e vëzhgonte fshehurazi friksuar. Ai po dridhej nga një tmerr i papërshkrueshëm. Despero jo vetëm që kishte dalë në dritën vdekjeprurëse, ai po fliste me një njeri. Sipas ligjeve të lashta të minjve, kjo do të thoshte vdekje e sigurt për të gjithë fisin. Nëse njerëzit e kuptojnë se minjt janë të zgjuar, nuk do të ketë mëshirë. Kjo ishte shkelja më e lartë e pa imagjinueshme e rregullave të kujdesit shpëtimtar. Duke u mbytur nga paniku, Furlow u vërsul përsëri në errësirën shpëtimtare të mureve. Ai nxitoi të raportonte për krimin e tmerrshëm tek babai dhe pleqt e këshillit të minjve. Lajmia alarmues u përhap nëpër strofkat e lagshta si një zjarr në pyll, duke mbjellë zemërinë të verbër dhe konfuzion. Ajo që për Miushin ishte momenti i parë i jetës së vërtet, për të afërmit e tij u bë tradhtia më e madhe dhe një kërcënim për ekzistencën e tyre gri dhe të friksuar. Së shpejti Despero u paraqit para tribunalit të fshehtë të popullit të tij. Sala e mbledhjeve e këshillit të minjve ndodhi në një hapësirë të errët, me pluhur midis dy shemeve të kështjelës, e ndriquar zbeht vetëm nga shkëndijat e zbehta të drurit të kalbur. Pleht gri të rept akuzuan pa mëshirë Miushin e vogël se ishte bërë një kërcënim vdekjeprurës për të gjithë racën e minjve. Despero nuk e mohoi. Duke qëndruar para gjykatësve, ai pranoi me ndershmëri se kishte folur me prinqeshën e bukur dhe e kishte dashuruar me gjithë zemër, duke mësuar për dashurinë sublime nga librat e vjetër. Pleht mbetën të shtangur nga një herezi e tillë, por goditja më e tmerrshme ishte tradhtia. Babai i vet Desperos, duke u dridhur për lëkurën e tij dhe statusin e tij të mjerë në tuf, hoqi dorë publikisht nga djali i tij dhe votoi për një dënim të ashpër. Ai u gjykua jo për një krim, por për faktin se veshi i tij i madh, absurd, dëgjoi thirrjen e dritës, të cilën minjtë e tjerë preferonin të mos e vinin në re. Plaku kryesor, duke u ngritur zëmt mbi turmën e heshtur, dha dënimin e tij të ashpër, të padiskutueshëm, i cili nuk ishte subjekt i asnjë ankimi. Despero u dënua me ndëshkimin më të tmeshëm në botën e minjve, mërgjimin e përjetshëm në Biruc. Ishte një errësirë e thellë e pa shpresë, pikrisht nën kështjel, ku banonin minj të mdhenj mizor dhe gjakatar, të cilët u rrenin ashpër gjithçka të ndritshme dhe të gjallë. Prej andej, asnjë mij nuk ishte kthyer i gjallë. Në qafën e hollë të dëbuarit të vogël, lidhen ashpër një fije të kuqe, shenja e pandryshueshme e një njeriu të dënuar me vdekje. Sidoqoftë, Despero e dëgjoi vendimin e tij fatal në heshtje absolute, pa u dridhur, me dinjitetin e palkundur të një kalorësi të vërtet. Ai u dënua me errësirë, sepse e tërhoqi drita shumë fort, dhe fili i kuq në qafën e tij ishte ngjyra e fundit e ndritshme që papara rënies së tij të pashmangshme. Dy minjroja me kapuq të zinj, në nrahjen e shurdhër dhe o gurzez të një dauleje miu, e quan Desperon të një vrime hapur në dyshemen prej guri. I dëbuari i vogël
i tradhtuar nga familja e tij dhe i refuzuar nga populli i tij, ngriu në vetë skajin e humnerës së frikshme. Por edhe tani, përballë vdekjes, ai nuk e humbi shpresën. Duke mbyllur syt, Miushi kujtoi legjendat e kalorsëve të Patrembur dhe fytyrën e mirë të prinqeshës Bizele. Ai përshpriti emrin e saj në heshtje, si lutjen më të fshehtë. Në momentin tjetër, rojat e shtyn ashpër në shpinë. Ai po binte në errësirë, ku jetonin vetëm dhëmb dhe kthetra, por në zemrën e tij të vogël, ai mbante dritën e kujtimeve, të cilën errësira nuk mund ta gëltiste. E priste zbrazëtia e ftohtë, e pafundme, e qelbur e Birucës, dhe fati i tij i vërtet. Ndërsa kalorësi i vogël po fluturonte në humnerën e akull, le t'i kthejmë akrepat e orës disa vite pas, në vetë zemrën e kësaj errësire të qelbur. Pikërisht këtu, mes mizorisë së pamëshirshme, lagështisë dhe mashtrimit të përjetshëm të mbretërisë së minjve të mëdhenj, lindi Chiaroscuro, ose thjesht Roscuro. Ashtu si Despero, ai lindi plotësisht i gabuar për fisin e tij. Ndërsa miqtë e tjerë urrenin ashpër çdo rrezë drite dhe iknin në panik prej saj, Roscuro ishte i magjepsur pa kushte prej saj. Edhe shkëndijat e ralla që binin rastësisht nga të qarat e ngushta të davanit, shkaktonin një dridhje në zemrën e tij. Ai ishte një mi i lindur për natën e përjetshme, por shpirti i tij, sikur të kishte ngatëruar trupin, dëshironte dëshpërimisht shkëlqimin e ditës së ngrohtë. Fshehurazi nga të gjithë, ai ëndërronte me pasion që një ditë të ngjitej lart në një botë të bukur, të larë nga dieli. Duke u rritur, Roscuro nuk mund t'i rezistonte më thyrjes së shpirtit të tij. I udhëhequr nga një tërheqje e parezistueshme drejt shkëlqimit, ai gjeti një kalin të vjetër, të braktisur prej kohësh, që çonte lart. Duke u mbytur nga pritja, Miu doli nga Biruca e qelbur dhe u gjend pikërisht mbi një salë banketesh luksoze. Ajo, që pa e tronditi, thel në shpirt. Drita verbuese e dhjetra lambadarove kristali, arive xullue si enve, veshjet shumëngjyshe të njerëzve që po festonin, e gjithë kjo ra mbi të si një zbulesë. Drita vërshoi mbi të jo në rreze, por në një ujvar të vërtet shkëndijash, duke larë kujtimin e Birucës dhe duke mbushur zemrën e tij të miut me një kënaqësi të padurueshme. Duke rënë në ekstaz, duke haruar plotësisht rrezikun dhe çdo kujdes, Roscuro u ngjit në një balkon të lartë pikërisht nën tavan, për të qenë sa më afër burimit të tërheqës të këtij shkëlqimi hyjnor. I dehur nga drita verbuese dhe aromat e mrekullueshme të festës, Roscuro po varri nga balkoni i lartë, gjithnjë më poshtë, duke dëshiruar me lakmi t'i hidhte një vështrim më të mirë familjes mbretërore. Por papritur ndodhi e pariparueshmja. Putra e tij me kthetra rëshqiti në mënyrë tradhtare në mermerinë e lmuar të lustruar. Miu tundi dëshpërimisht bishtin e tij, humbi ekuilibrin dhe fluturoi me shpejtësi poshtë, drejt e në tryezën e festës. Me një spërkatje të zhurmshme dhe të neveritshme, Roscuro u rrëzua drejt në një pjatë me supë të nxehtë, të cilën një shërptor sapo ja kishte sjellë mbretëreshës. Duke parë një mi të madh, të lagur dhe që po përpëlitej para saj, madhëria e saj lëshoi një klithmë shpuese që të ngrinte gjakun. Zemra e saj e dobët nuk mund ta përballonte një frikë dhe neveri kaq të papritur. Mbretëresha u zbe në qast dhe ra e vdekur. Në një moment ai ra nga maja e parajsës së tij të ndritshme në një kazan të valë të tmerit njerëzor, duke u bërë lajmtari një vdekjeje absurde
dhe të tmerrshme. Në salë shpërtheu një panik i egër, u dëgjuan britma dhe filloi një rëmuj e paimagjinueshme. Në rëmuj, i lagur, i mjerë dhe i friksuar për vdekje, Roscuro doli nga pjata fatkeqe. Përmes pyllit të këmbëve që nxitonin dhe klithmave të dëshpëruara, ai ngriti syt dhe u takua me vështrimin e prinçeshës së re Bizele, vajzës së mbretreshës së vdekur. Duke u dridhur nga tmeri, Miu kërkoi dëshpërimisht në sytë e saj të paktën një pikë simpati, sepse ai nuk donte të vriste askënd. Por prinçesha e shikoi atë me një neveri të ftohtë, të fshehur, sikur të ishte krijesa më e poshtër në botë. Mi neveritshëm, bërtiti ajo. Ky vështrim i pamëshirshëm, plot përbuzje absolute, i theu zemrën në Roscuros në një mi copa. Dashuria e tij për dritën u zëvendësua menjëherë ndaj një urrejtje zjarrt dhe një etje për hakmarrje. Drita për të cilën ai përpiqej aq shumë e dogji jo me ngrohtësi, por me përbuzje të akullt. Dhe në këtë përbuzje lindi një mi që u betua se nuk do ta donte kur më dritën. Duke u betuar se do të hakmerej ndaj prinçeshës, ai u aratis në errësirë. Duke ikur nga kaosi i salës së banketit të larë nga drita, Roscuro u vërsul me nxitim përsëri në gojën e lagësht të birucës. Me çdo hap poshtë, shkëlqimi zbehej, por tani kjo errësirë nuk e trembte më Miun. Errësira e padepërtueshme e mbështoli atë si një armaturë e ftohtë dhe e fortë. Ai po i thoshte lamtumir iluzioneve të tij për gjithmonë. Bota lart doli të ishte një mbretëri njerëzish mizor dhe arrogant. Në gjoksin e tij, në vend të një zemre të thyer e naive, tani rrihte rënd një masë e akullt i natit të pastër. Errësira nga e cila ai kishte ikur kaq dëshpërimisht, tani e mori në krahut e saj, duke u bërë ngushëllimi i vetëm për një krijesë, drita e së cilës ishte shkelur pa mëshirë. Roscuro mori një vendim të tmerrshëm. Nëse ai nuk mund të jetonte në shkëlqimin e ditës, atëherë ai do ta detyronte këtë dritë arrogante të zbriste tek ai, në fundin e errësirës absolute. Për të realizuar planin e tij dinak, Roscuro kishte nevojë të madhe për një aleat mes njerëzve. Së shpejti në errësirën e korridoreve të ftohta, ai gjeti viktimën ideale, Midgery Sow, një shërbëtore e ngathët dhe e thjeshtë, të cilës, që nga fëmijëria, i ishte thënë brutalisht se ishte një hiç i plot. Kjo vajzë budallaqe kishte zili fshehurazi dhe me pasion prinçeshën Bizele, duke ndëruar pafundësisht të provonte kurorën e artë vexulluese. Një ditë, nga një koçe errët, Roscuro i foli asaj me një pëshpëritje insinuese, hipnotike. Ai me mjeshtëri e ushqeu xilinë e saj, duke luajtur me ndjenjat më të ulëta. Mendja e sofistikuar e Miut nënshtroi lehtësisht lakmin primitive. Ai i ofroi një marrëveshje. Nëse Midgery do ta ndihmoj atë t'i jap një mësim Bizeles, atëherë ai, një shpirt misterioz dhe i fuqishëm, do ta bëj shërbëtoren prinçeshën e re të kështjellës. Ai pëshpëriste për ralla të ëmbla për kurora dhe pushtet, duke ditur saktësisht se zinxhiri më i fortë nuk farktohet nga hekuri, por nga zilia e verbër e dikujt tjetër. E verbuar nga premtimet e ëmbla të madhështisë së paimagjinueshme, budallaqja Midgery Sow pranoi pa hezitim të bëhej një pioni i bindur në lojën mizore të Miut. Në errësirën e korridoreve të ftohta, Roscuro i diktoi asaj detaje të rrëqethëse, me një ton të akullt të pashmangshëm. Në mes të natës,
shërbëtorja duhej të depërtonte pa zhurmë në dhomat e princeshës, ta zgjonte ashpër dhe duke e kërcenuar me një thik të mprethët kuzhine, ta detyronte ta ndiqte. Ajo duhej të gënjente se po i çonte Bizele në një vend të sigurt, po në të vërtetë ta zbriste poshtë nëpër shkallët gjarpëruese sekrete, drejtet e goja e qelbur e Birucës. Atje, në errësirë, Roskuro premtoi se do t'i priste me durim për të marrë princeshën e urryer përgjithmonë, duke lënë një kështjellë të madhe dhe një kurorë të shkëlqyeshme për Migjeri. Ky plan dinak ishte frikshëm i thjeshtë, mixor dhe absolutisht i përsosur. Kurthi ishte ëndur nga gënjeshtrat dhe ambiciet e të tjerëve, gati të mbyllej mbi kokën e pafajshme të asaj që flinte e qetë, pa ditur për tradhin. Në mes të natës, Migjeri, duke u dridhur nga gutësimi i saj pa dëgjuar, zgjoi princeshën Bizele. Duke valvitur një thik të mprethë, shërbëtorja e detyroi vajzën e përgjumur, e cila nuk kuptonte asgjë me këmishën e saj të natës të bardhë si bora, të zbriste poshtë shkallëve të akullta, drejte në bodrumet e zymta të kështjellës. Në kufirin e Birucës i priste Roshuro, sytë të cilit shkëlqenin me gëzim, me një triumf djallëzor në errësirën gjithëpërfshirëse të strofkës së mijëve. Me tmerr Bizelja njohu të njëjtin përbindësh, nga supa dhe meslotësh ju lut të ndalonte. Por e dehur nga ëndrat e rreme, Migjeri shtyu, pa mëshirë, princeshën që po qante pas derës së hekurt. U dëgjua një zhurmë. Roskuro ktheu qelsin, duke mbëllur viktimën e tij në errësirën e burgut. Hakmarrja ishte kryer, drita ishte vjedhur. Shuli i rënd e preu atë nga bota e njerëzve, dhe princesha e kuptoi se makthi i vërtet nuk fshihet nën krevat. Ai pret në thelsinë e lagësht të kështjellës, ku asnjë rrezë dielli nuk mund të arrijë. Ndërkohë, në fund të Birucës së qelbor, Despero i vogël çuditërisht mbeti gjallë. I pisët, i lodhur për vdekje dhe i fliksuar, ai e ndej me kujdes mes eshtrave të huaja dhe plerave të kalbura, duke u fshehur dëshpërimisht nga patrullet e pamëshirshme të mijëve të mdhenj. Gjatë këtyre bredhjeve të tmerrshme, Miushi u ndesh me Gregori, një gardian burgu i vjetër, gjysmë i verbër, i cili dukej se ishte humbur në errësirë shumë vite më parë. Plaku ishte i ashpër dhe vinte erë lagështie nga Biruca, por në zemrën e tij të ashpërsuar ende digjej një shkëndij njerëzimi. Ai nuk e vrau Miushin që dridhej, por në heshtje e lejoi atë të fshihej në pallate rrobave të tij të rënda, duke i dhënë një ndjenjë të vogël sigurie në tmerrin gjithëpërfshirës. Në këtë mbretëri dhëmbësh dhe kthetrash, xhepi i plakut të vjetër e të verbër u bë për të dëbuarin e vogël, e vetmja kështjellë ku ende vinte erë mëshirë. Një ditë, i moshuari Gregori u kthye nga një tjetër raund i Birucave dhe soli një lajm vërtet të tmerrshëm. Plaku po mërmëriste ngjirur me vete se e gjithë Biruca e qelbur po festonte çmendurisht. Miu mizor Roshuro kishte kryer një mizori krejtësisht të paimagjinueshme. Kishte tërhequr nga sipërfaqja e ndritshme një princesh të vërtet njerëzore. Gardiani e tha emrin e saj me hidhrim: Princesha Bizele. Tani e gjora është e mbyllur në kafazin më të thellë dhe më të tmerrshëm. Duke dëgjuar këtë, Despero i vogël ngriu sikur vetë errësira ta kishte goditur fort. Vajza, për një buzëqeshje të së cilës ai sakrifikoi pa hezitim jetën dhe lirinë e tij, tani gjendej vetë në kthetrat e forta të një vdekjeje të pashmangshme. Bota e brishte Miushit u shemp për herë të dytë, por tani frika e zakonshme
u zëvendësua nga një dëshpërim djegës i padurueshëm. Fjalët e plakut tingëlluan si një kamban vdekjeje. Drita që Despero adhuronte ishte hedhur në të njëjtën baltë ku ai vetë po dridhej tani. Despero e kuptonte qartë. Mbreti i zemërthyer nuk e di fare se ku ta kërkoj vajzën e rrëmbyer, dhe rojet e armatosura janë absolutisht të pafuqishme në këtë errësirë të tmerrshme. Bixelen e bukur tani mund ta shpëtonte vetëm një mrekuli e vërtet. Papritur, Miushi kujtoi fjalët e arta nga librat e vjetër që kishte lexuar. Një kalorës i vërtet gjithmonë i vjen në ndihmë zonjës së zemrës së tij, edhe nëse nuk ka absolutisht asnjë shans për fitore. Në trupin e tij të vogël, të raskapitur në kulm, u zgjua papritur një guxim i jashtëzakonshëm, verbues. Despero e njoftoi me vendosmëri gardianin e verbër se do të shkonte menjëherë për të shpëtuar prinçeshën. Plaku Gregori vetëm tundi kokën me trishtim. Ti je vetëm një mi i vogël, vogëlush, dhe ata janë me mirë atje. Kjo është çmenduri e pastër. Por Despero ishte i palkundur, duke ruajtur shenjtërisht betimin e tij të kalorësit. Ai pranoi me guxim fatin e një heroi, edhe nëse kjo do të thoshte vdekje e sigurt. Në atë moment, ai pushoi së qeni një i dëbuar i friksuar. Instinkti i vetruajtjes u dogi deri në hi, duke i lënë vendin çmendurisë së shenjtë të dashurisë së vërtetë. Despero e kuptonte fare mirë se nuk mund të shkonte në një betejë vdekjeprurëse me putra të zbrazda. Duke përfituar nga kalimet sekrete të plakut Gregori, kalorësi i vogël u fut pa zhurmë në rrobaxhepsinë mbretërore. Atje, mes copave të rrobave, ai gjeti armën e tij të vërtetë, një gjilbër të gjatë qeliku për qepje. Për Miushin e vogël ishte një shpatë e rëndë dhe vdekjeprurëse me 2 duar që shkëlqente me krenari me një dritë të ftohtë e të pamshirshme. Nga legjendat e lashta për labirintete ngatëruara, ai mbante mend me vendosmëri. Për të kthyer nga errësira, duhet patjetër një fije udhërfyese. Vështrimi i tij ra mbi një rrotull me fije të kuqe të ndezura. Kjo gjilbër qeliku nuk ishte derdhur kur gjak, me të vetëm arnoheshin çorape, por në putrat e Desperos ajo u kthye në një tehë goditës hakmarrjeje. Duke lidhur fort rreth vetes fijen shpëtimtare dhe duke shtrënguar me të dyja putrat shpatën e tij të shkëlqyeshme, Miushi u përgatit për zbritjen më të madhe. Despero ngriu në vetskajin e birucës së pafundme, atje ku fillonin pandarje zotërimet e frikshme të mijëve gjakatar. Zemra e tij e vogël rrihte me dëshpërim në gjoks. Me putra që dridheshin, por të vendosura, ai e lidhi fort njërin skaj të fijes së kuqe prej mëndafshi, pas një gozhde të ndryshkuj që dilte nga muri. Kjo fije udhërëfyese nuk ishte për Miushin thjesht një orientues i dobishëm në labirintete ngatëruara. Ajo u bë simboli i tij kryesor i shpresës së pashuar, një arterie pulsuese që e lidhte pandashmërisht me botën e lënë pas të dritës, mirësisë dhe arsjes së shëndosh. Duke marrë frymthel, kalorësi i vogël e mbërtheu më fort gjilbërën shpatë të tij të mprethtë. Ai hodhi hapin e parë të guximshëm në errësirën absolute, duke filluar kërkimin e tij të vetmuar, krejtësisht të pamundur. Fija e kuqe tërhiqej pas tij nëpër errësirë si një rroke e hollë gjaku, duke premtuar rrugën e kthimit nga një vend kur i kthimi konsiderohej i pamundur. Zbritja e Desperos u kthye në një rrugë të vërtetë përmes ferit të thellë. Biruca e pafund e priste me tunele dredha, muret e të cilave ishin të mbuluara me lagështin gjitëse, të rrëshqitshme.
Era e neveriqme, mbytëse e kalbjes së përjetshme, i apriste frymën kalorësit të vogël. Por makti më i tmeshëm ishin tingujt në errësirë. Kërcëlima e frikshme e kthetrave të mprehta në gur, pëshpëritjet o gulzeza dhe qeshjet mishëngrënëse të patrullove të padukshme të minjve, i ehonin në për labirint. Despero si duhej të fshihej me spazma pas eshtrave të zverdura, të ngrinte për një kohë të gjatë në të qarat e ngushta të mureve, duke u balancuar në kufirin më të hollë të zbulimit vdekeprurës. Çdo sekond, instinktet primitive të miut i bërtisnin në panik. Kthehu, vrapo mbrapa drejt dritës. Por Miushi i guximshëm vetëm shtrëngonte dhëmbët me kokfortësi. Ai vazhdonte të zhvillonte fijen e tij të kuqe, duke shkuar gjithnjë më thellë në errësirë. Labirinti i merrte frymë në zverk me një të ftohtë të qelbur, duke vënë në provë çdo gram të guximit të tij të vogël e të dëshpëruar. Fija e kuqe në rrotot papritur mbaroi, duke rrëshitur nga putrat e tij të dobësuara. Despero u ngriu, duke humbur me shpejtësi orientimin në errësirën absolute, mbytëse të labirintit të ngatëruar. Dukej se gjithçka kishte marrë fund. Por papritur, hunda e tij e ndjeshme kapi një aromë të çuditshme, krejtësisht të huaj për këtë vend të mallkuar. Vinte erë hudhër aromatike, lëngi trash mishi dhe erza të holla. Ishte era e një supe të vërtet mbretërore. Miushi i vogël e kuptoi gjithçka në çast. Roscuro Mizor, i fiksuar në mënyrë maniake pas kujtimeve të tij fatale për dritën, e kishte detyruar shërbëtoren budallaqe të silte supën drejt në fund të birucës. Kjo aromë paradoksale u bë shenja më e sigurt. Atje ku miqtë e mdhenjtë të neveriqëm po bëjnë gosti me lakmi, ndodhet e verobresha e bukur. Despero i hodhi me vendosmëri mbetit e padobishme të fijes dhe u vërsul pa frikë përpara, drejt fatit të tij. Aroma e lëngut mbretëror e qau ajrin e kalbur si një fanar, duke treguar qartë rrugën drejte në strofkën e bishës. Duke ndjekur aromën tërheqëse të supës, Despero i vogël doli pa zhurmë në një parvaz shkëmbor të një shpelle të madhe. I fshehur pas një shkëmbi të ftohtë, ai shikoi poshtë me zemër të ngrirë. E pushtoi një tmerr i akult. Në vetë qendrën e humnerës së qelbur ishte ulur prinçesha Bizele. Ajo ishte e rrethuar nga një unazë ngjeshur pulsuese me 10 min gjigant që përtupnin me lakmi. Në një lartësi, si një sundimtar mizor i errët, ngrihej me krenari Roscuro, duke shijuar i dehur pushtetin e tij të shumëpritur mbi dritën dhe lodët e robreshës së pambrojtur. Vetëm një miush me një gjilpër të zakonshme kundër një ushtrie të tërë monstrash gjakatar të nëndeshëm nuk kishte ku të tërhiqej. Fundi i këtij marshimi të pamundur ishte frikshëm afër. Despero ngriu në vetë skajin e humnerës, duke vlerësuar këtë det të luhatshëm me kurize të zinj dhe dhëmb të mprehtë, duke kuptuar qartë se logjika këtu është absolutisht e pafuqishme. Dhe tani, fjalën e ka vetëm çmenduria e kalorësit. Despero nuk humbi sekonda të çmuara me frikën ngjitëse. Duke mbledhur gjithë vullnetin e tij, ai kërceu me shpejtësi nga streha prej guri, drejtë në vetë qendrën e rrethit të ndriquar nga pishtarët që nxirrnin tym. Duke shtrënguar fort gjilpërën vexulluese të qepjes me të dyja putrat, kalorësi i vogël, por jashtëzakonisht i guximshëm, qëndroi me vendosmëri mes turmës së tërbuar të minëve gjakatar dhe prinçeshës që qante. "Lëreni atë!" qiuati ai me dëshpërim sa më fort që mundi. Zëri i tij i vogël ishte absurd i hollë, por në të tingëllonte qartë një qelik i palkundur.
Prinçesha Bizele u drodhe habitur dhe përmes velo së lotve e njohu menjëherë këtë mjush qesharak me vesh të llapushur. Në sytë e saj të zbehur, u ndez ndrojtur një shkëndije ngjeth shprese të papritur. Qutimi i tij do të humbiste në zhurmën e erës, por në heshtjen e kësaj shpele të malkuar, ai tingëlloi si zëri një borie që paralajmëron fillimin e betejës. Mpirja e një sekonde e tufës së mijëve u zvendësua nga një shpërthim i shurdhueshëm të qeshurash të ngjirura, tallëse. Një mjush qesharak i papritur kishte guxuar t'i kërcënonte ata me një gjilpër të vogël qepjeje. Dy mijë të mdenjë më të afërt u vërsudën me egërsi drejt trimit me një rënkim gjakatar, me synimin për ta coptuar menjëherë në copa të vogla. Por Despero doli të ishte jashtëzakonisht i shpejt. Gjilpra në putrat e tij vezullonte si një rufe e pakapshme argjëndi. Ai zhytej me shpejtësi nën putrat e rënda me kthetra, shmangte me shkaftësi në fullat jargavitse që kërcisnin në mënyrë të frikshme. Her pas here, mjushi i guximshëm jepte shpime të sakta dhe të dhimbshme drejte në hundët më të ndjeshme të mijëve. Armiqtë u lërinin tmerrsisht nga dhimbja e papritur. Në rrëmujën e egës që u ngrit, ata përplaseshin verbërisht me njëri tjetrin, duke i penguar të tyret. Madhësia e vogël e Desperos u bë papritur avantazhi i tij kryesor në këtë përleshje të tmerrshme. Ai luftonte pa frikë me tërbimin e një të dënuari. Ai kërcente valen e vdekjes mes trupave të mdhenj të zinj, dhe gjilpëra e tij piçkonte me saktësinë e pamëshirshme të një blete të tërbuar. Duke parë dështimin e turpshëm të ushtarëve të tij të ngathët, Roscuro u tërbua absolutisht. Duke i hedhur më njan pasuesit e tij, mbreti i madh i mijëve, i kalitur në betejat mizore të Birucës, doli vet kundër Desperos. Kekbërsi dinak as nuk u përpoq ta kafshonte mjushin e shkathët. Në vend të kësaj, ai bëri një kthes të papritur dhe dha një goditje dërmuese me bishtin e tij të rënd si kamzhik. Kjo goditje e tmeshme e rrëzoi menjëherë Desperon nga putrat e vogla dhe e hodhi me forcë në murin e ftohtë prej guri. Gjilpëra vezulluese fluturoi me tingëlim nga gishtat e tij të dobësuar. Mjushi i vogël u gjend i ngjeshur pa mëshirë pas tokës së lagësht, plotësisht i qarmatosur dhe i thyer fizikisht. Roscuro u varë kërcënueshëm mbi viktimën që merrte frymë me vështirësi, duke i zbuluar në mënyrë ogurzez dhëmbët e mpreth të verdhë. Një goditje e pamëshirshme fshiu gjithë trimërinë e kalorësit, duke e gozhduar heroinë e vogël në dysheme, së bashku me shpresat e tij të thyera. Roscuro tashmë po përgatitej të jepte kafshimin vdekjeprurës, kur papritur mbi veshin e tij u dëgjua një klithmë gruaje shpuese, plot dëshpërim. Ishte Migeri Sou. Duke vëzguar guximin e jashtëzakonshëm të mjushit të vogël dhe tmerrin e vërtet të prinçeshës që çante, shërbëtorja budallaqe më në fund e kuptoi plotësisht të gjithë thelësinë e tradhtisë së saj të ndyrë. Ajo e kuptoi qartë se nuk do të bëhej kurrë prinçesh, por do të mbetej përgjithmonë vetëm një ushtar i mjerë i përbindshit të nëndheshëm. Duke shtrënguar fort thikën e kuzhinës, Migeri u hodh mbi Roscuron me një ulërim, duke tundur egërsisht tehun vezullues. Ajo nuk dinte fare të luftonte, por sulmi i saj i papritur, i furishëm, e detyroi mbretin e befasuar të mijëve të tërhiqej dhe të lëshonte Desperon, duke i dhuruar mjushit të torturuar sekonda të çmuara jete. Thika në duart e të shëmtuarës, që ishin hapur syt, fshikulloi ajrin, duke prerë fijen e padukshme të vdekjes së pashmangshme që qëndronte mbi mjushin. Duke marrë frymë me vështirësi,
Despero u ngrit në putrat e tij që dridheshin. Gjilpëra ishte larg, por kalorësi i vogël nuk u përpoq të hidhej pasaj. Në vend të kësaj, ai shikoi roshkurën e tërbuar që po mbrohej nga shërptorja dhe bëri në heshtje të vetmen pyetje. Përse torturën atë? Kjo pyetje e thjesht theu me njëherë digën në shpirtin e torturuar të mbretit të minjve. Roshkuro shtiu ashpër migjerin dhe shpërtheu në një klithm të dëshpëruar e të ngjirur. Ai bërtiste tmerrsisht për dritën vezulluese, për lambadarët e kristalit, se si ishte tërhequr me gjithë zemër drejt bukurisë. Dhe ajo, Roshkuro tregoi me një putër që i dridhej nga bizelja e tkurur. Ajo më shikoi me neveli, ajo më vrau shpirtin duke me quajtur përbindësh, dhe tani unë dua që ajo të kalbet në errësirë me mua. Tërbimi i tij u shkërmoq si suva e vjetër, duke zbuluar një plag gjakriedhëse nga një vështrim i vetëm, i cili e kishte shpuar më keq se çdo teh. Në shpelën e zënde të ftohtë, ra një heshtje e rëndë. Prinqesha Bizele po shikonte miun e madh që merrte frymë rënd. Kujtesa e ktheu atë në atë banket. Ajo kujtoi frikën e saj dhe atë përbuzje të akullth me të cilën kishte mbuluar krijesën e lagur dhe të mjerë në supë. Bizelja e kuptoi me hidhrim fajin e saj. Ajo e kuptoi se ishte pikërisht vështrimi i saj i pamëshirshëm, ai që e kishte kthyer një ndërimtar të ndritshëm në një xhelat. Dhe atëherë, vajza kreu veprimin e saj më të madh kalorësiak. Ajo bëri me guxim një hap përpara drejt hekurave dhe në sytë e saj të qartë nuk kishte më as frikë, as neveri, vetëm një simpati e thellë dhe e sinqertë. Roskuro, tha ajo me butësi dhe në heshtje. Më vjen shumë keq. Nuk e dije që po kërkoje dritën. U solla me mixori. Të lutem, më fal. Ajo nuk kërkoi mëshirë për veten e saj. Ajo i kërkoi falje torturuesit të saj. Dhe ky gjest doli të ishte më i fortë se gjithë magjia dhe shpatat në botë. Fjalët e prinqeshës mbetën pezull në ajrin e rënd të shpelës. Despero po i shikonte qartë qilpërën e tij të mprethë aty pranë. Ai mund ta kapte shpejt dhe të godiste Roshkuron e hutuar. Por ai nuk e bëri këtë. Një kalorës i vërtet nuk e godet kur dikë që qanë me hidhërim. Ai e la gjilpërën e qelikut të shtrirë në plur, sepse e kuptoi. Të shposh zemrën e armikut është më e lehtë se ta bësh atë të ra përsëri nga dashuria. Miushi plotësisht i pambrojtur ju afrua pa frikë miut të madh e të thyer. Nuk e më nevojë të fshihesh në errësirë, ciu ati kumbueshëm Despero. Eja me ne lartë, drejt dritës. Ne patjetër do të japim supë të nxehtë. Unë të fal. Ky mi i vogël me një zemër të madhe, po i ofronte sinqerisht miqësi për bindshit të tmeshëm që sapo kishte dashur ta vriste. Simpatia e sinqertë e Bizeles dhe zemgjersia e pabesueshme e Desperos i dhanë Roskuros goditin e fundit, me të vërtet dërmuese. Armatura e akult e urrejtjes së tij të zjarrt, të cilën ai e kishte farkëtuar për kaq gjatë në thelsitë e xëmta, u plasarit menjëherë dhe u shkërmoq në pluhur gri. Ai nuk ishte më asnjë arsye të vetme për t'u hakmarrë me mixori. Miu i madh, i frikshëm dhe i pamëshirshëm, ra rënd në gjunjë. Roshkuro mbulloi fytyrën e tij të shëmtuar me putrat që i dridheshin dhe filloi të qante me zë të lartë, i pangushëllueshëm, si një fëmijë i vogël i humbur. Mori i urrejtjes, të cilin ai e kishte ngritur nga pakënaqësia dhe dhimbja, u shemb nga një fjalë vetme e qetë, dhe lotët e tij
lanë vetë errësirën e birucës. Me putra që i dridheshin, a i ncori me nxitim qelsin e çmuar dhe hapi kafazin e ngushtë të prinqeshës. Miqtë e tjerë, duke shikuar me tmerr paragjikues lotët e hidhur të udhëheqësit, u tërhoqën në heshtje drejt errësirës shpëtimtare të labirinteve. Errësira u tërhoq. Rreziku vdekjeprurës skaloi dhe filloi një rrugtim i gjatë dhe jashtëzakonisht i vështirë për lart. Ky procecion i çuditshëm, i paprecedent, lëvizte ngadalë dhe me kujdes përmes errësirës së dendur. E para ekte me besim prinçesha Bizele, sikur ndriçonte rrugën e xëmt me fustanin e saj të bardhë si bora. Pastaj, duke u drejtuar me krenari dhe duke shtrënguar fort gjilpërën prej qeliku tashmë të panevojshme, marshonte solemnisht kalorësi i vogël Despero. Pas tyre, ekte rënd, duke dënes në heshtje, por përgjithmonë e lirë nga iluzionet e saj budalaçe, shërbëtorja Migeri Sou. Mbëlte këtë resht roskuro i xëmt, por për herë të parë pas një kohe të gjatë, vërtet i qetë. Në këto tunele të pafundme të errëta, ata e ndihmonin njëri tjetrin me kujdes, të bashkuar pandashmërisht nga një dëshirë e përbashkët e sinqertë për dielin e ngrohtë. Ata ngjiteshin në boshkallët e rrëshqiqme, jo si fitues dhe të mposhtur, por si udhëtar të plagosur, shpirtrat e të cilëve ishin pastruar nga falja e përbashkët. Më në fund, ata dolen nga kalimi i xëmt i fshehtë drejtën e një korridor të kështjellës të larë nga drita verbuese e ditës. Mbreti, i thinjur nga hidhrimi i padurueshëm, sapo pa vajzën e tij të adhuruar, u hodh drejt saj, ra rënd në gjunjë dhe e shtrëngoi fort në gjoks me lot. Bizelja i tregoi e emocionuar të gjithë të vërtetën e pabesueshme për shpëtimin e saj të mrekullueshëm. Lajmi për bëmën e madhe u përhap rrufe edhe në strofkat e errta të mijve. Pleqt e këshillit të mijve u zvaritën ndrojtur nga të carat e tyre, të verbuar nga drita e pazakontë. Ata ulën kokën thellë para Desperos së vogël, me lot turpi të hidhur, duke ju lutur për falje që e kishin dërguar pa mëshirë në një vdekje të sigurt për shkak të frikës së tyre qyqare. Gjykatësit frikacak ulën kokat para atij që kishin dëbuar, duke pranuar se madhështia e vërtet nuk matet me respektimin e rregullave, por me aftësinë për të dashuruar. Jeta në kështjellën e vjetër dhe të madhe ndryshoi përgjithmonë. Shërbëtorja Migeri Sou nuk ndëronte më për kurorave xulluese të tjerëve. Mbreti i mirë e ndihmoi të gjente baban e saj të vërtet, dhe ajo, më në fund, gjeti paqen e shumë pritur e të thjesht familjare. Mbreti i dha Roshuros falje të plot dhe të pakushtzuar. Tani, miut të madh i lejohi të shëtiste absolutisht i lirë në përkështjell. Roshuro u lej me orë të tëra i qetë në pragjet e gjëra të dritareve, thjesht duke shikuar dielin e ngrohtë, pa ndjerë më asnjë pikë inati djegës në zemrën e tij. Ndërsa Despero i vogël mori nderin më të lartë e të paimagjinueshëm. Vetë mbreti e shpali atë solemnisht një kalorës të vërtet të mbretërisë. Miushi u bë miku më besnik, i pandashëm i prinqeshës Bizele, dhe ata çdo mbrëmje lehtësonin për alla me kënaqësi në bibliotekën e mrekullueshme. Zëmëgjërsia e faljes doli të ishte më e gjerë se çdo biruc, duke i lejuar miut të madh të admironte dritën e ditës, ndërsa miushit të mbante armaturën e padukshme të një kalorësi të vërtet. Mbreti i lumtur e anuloi ndalimin e tij të vjetër të ashpër. Në kuzhinën mbretërore filluan përsëri të gatuanin një supë jashtëzakonisht aromatike e të shijshme. Në sallën e gjerë të banketit, të larë nga dieli i ndritshëm, prinçesha Bizele, kalorësi i guximshëm Despero
dhe miu i madh Roscuro u leshin së bashku në një tryezë duke shijuar ushqimin në paqe. Historia e mahniqme e Desperos së vogël, me kalimin e kohës u zhndërrua në një legjend të madhe të pavdekshme. Kjo përrallë mençur të mëson se një hero të vërtet nuk e bën as gjatësia, as forca, as origjina, por guximi për të qenë ndryshe. Ajo të kujton se edhe errësira më e thellë mund të mposhtet nga drita e thjeshtë e faljes së sinqertë. Ata rrinin udhur së bashku në shkëlqimin e ditës. Një provë gjallë se dashuria dhe mëshira janë në gjendje të qepin një botë të grisur më fort se çdo fije e kuqe.